Ushqime pa origjinë, kontrollet e AKU gjejnë mira kilogram pa etiket dhe përmbajtja aksioni do të vijojë. 6 aksione nga AKU brenda 24 orëve janë përqendruar kryesisht në Tiranë, por edhe në pika doganore. Si rezultat i kontrolleve, inspektorët e ushqimit kanë bllokuar 5 ton djath guda, 944 kg fileto pule dhe 56 kg qumësht pluhur të shoqëruara me lëng të parë për pasticeri dhe 27 kg proshut. Asnjë prej këtyre produkteve nuk kishte flet origjine, etiketë ushqimit që tregojnë përmbajtjen e produktit dhe jetëgjatësisë së tij. Ndaj operatorëve të biznesit, AKU zbatoi masën administrative me gjop. Ligji i etiketimit produkteve ushqimore nuk respektohet as nga produktet e prodhimit të vendas dhe as nga ato të importit, të cilat sipas rregullit çdo produkt që futet në Shqipëri duhet të shoqërohet me flet analizën dhe përkthimin e etiketës së produktit, pasi mungesa e këtyre të dhënave vë në diskutim sigurinë ushqimore. Neni 13. Për produktet ushqimore të importuara, të dhënat për emërtimin e produktit, karakteristikat e tij, natyrën vetit, përmbajtjen e tij, mënyrën e përdorimit, kushtet e ruajtjes, datën e fundit të përdorimit si dhe emrin dhe adresën e importuesit duhet të jepen në gjuhën shqipe në etiketën origjinale ose kundër etiket. Ndërsa në pikën doganore të Tiranës janë bllokuar 23 ton 125 kg ushqim për peshqit nga Serbia. AKU vendosi se kjo sasi produkti të kthehet në origjinë pasi rezultoi se kishte skaduar 6 muaj më parë. Ky ushqim ishte porositur nga një kompani peshkimi që do të përdorej për peshqit e rezervuarit. Ndërkohë, burimet nga media bëjnë me dije se Ministri i Bujqësisë Andi Salla prej disa ditësh ka urdhëruar që AKU të ushtrojë kontroll në të gjitha subjektet e Tiranës që kanë risk të lartë si për shëndetin e njeriut. Kështu, në lupën e inspektorëve të ushqimit do të jetë pjesë magazinat frigoriferike, stabilimentet e përpunimit mishit, fabrikat e qumshtit, prodhuesit e akullores, thertoret dhe ushqimi social që shkon në kopshtet dhe çerdhet e kryeqytetit.